Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Personat që pinë kafe çdo mëngjes duhet urgjent ta dëgjojnë këtë. Kafja është një nga pijet më të preferuara në botë të miliona njerëzve. Megjithatë, shumë njerëz e kanë zakon që të pinë kafen e tyre në mëngjes pa ngrënë gjë fare, gjë e cila nuk është më e mira për trupin. Sipas ekspertëve, duke pirë kafe me stomakun bosh ose duke zëvendësuar mëngjesin vetëm me kafe, po i provoni trupit tuaj të gjitha lëndët ushqyese të cilat atij i nevojiten. Sipas ekspertëve, duke pirë kafe me stomakun bosh, ju mund të merrni përkohësisht energjinë që dëshironi, por ajo do të zhduket befas brenda një periudhe shumë të shkurtër kohore dhe për këtë arsye duhet të tregoni të kujdesshëm se çfarë zgjidhni të konsumoni me stomakun bosh. Por pse ndodh kjo? Sepse kafja nuk përmban kalori, proteina apo fibra për të ndihmuar trupin që të kryejë funksionet e tij. Për më tepër, në qoftë se ju pini kafe vetëm për mëngjes, mund të vëreni se si do të jeni nervoz gjatë gjithë ditës. Kjo ka shumë kuptim pasi trupi juaj nuk ka marrë lëndët ushqyese të cilat i nevojiten për të mbajtur qëndrueshmërinë të sheqerit në gjak. Edhe nëse nuk ndiheni të uritur kur zgjoheni, përpiqeni që të hani diçka për të mbajtur të qëndrueshëm sheqerin në gjak. Përveç kësaj, një efekt tjetër i rëndësishëm i pirjes së kafes me stomakun bosh është rritja e shanseve për të shtuar në peshë. Për shumë njerëz, një mëngjes pa kafe duket i paplot. Kafja u jep atyre një rritje energjie shumë të nevojshme, duke i bërë ata që të ndihen më të freskët. Megjithatë, pavarësisht efekteve të saj rigjallëruese, duke përfshirë përqendrimin dhe metabolizmin e përmirësuar, pirja e kafes me stomakun bosh mundet që të përbëjë rreziqe për shëndetin. Dhe nga ana tjetër, ndonse është vërtetuar se kafja mund t'ju ndihmojë të qëndroni energjik dhe të freskët gjatë ditës, ka edhe disa efekte anësore të kafes kur e pini me stomakun bosh. Nutricionistja dhe dietologja Depti Loke Shapa na tregon gjithçka për këto. Ankthi dhe nervozizmi. Kafeina është një stimulues që mund të rrisë vigjilencën dhe nivelet e energjisë. Megjithatë, konsumimi i saj me stomakun bosh mundet që të përforcojë efektet e saj duke bërë që trupi juaj të preket nga stresi dhe nervozizmi, duke çuar në një rritje të tejskajshme. Kjo gjendje e shtuar e zgjimit mundet që të jetë e pakëndshme dhe mundet të ndërhyjë në aktivitetet tuaja të përditshme, si për shembull duke shkaktuar shqetësim dhe paaftësi për t'u fokusuar. Rreziku i aciditetit të stomakut. Kafeja është acidike dhe kur konsumohet me stomak bosh mund të përkeqësojë problemet e aciditetit të stomakut. Kombinimi i kafes dhe niveleve të larta të aciditetit mundet që të irritojë mukozën e stomakut duke çuar në parahati urtë dhe madje dhe zbatic acidi. Me kalimin e kohës, ekspozimi i shpeshtë ndaj kafes acidike mund të kontribojë në zhvillimin e kushteve më serioze gastrointestinale si gastriti ose ulcera peptike. Përkeqëson problemet me tretjen. Për individët që tashmë kanë të bëjnë me probleme të tretjes si sindroma e zorrës të irrituar ose sëmundja inflamatore e zorrëve, pirja e kafes me stomakun bosh mundet gjithashtu që të përkeqësojë simptomat. Efektet stimuluese njëkohësisht të kafeinës mund të rrisin lëvizshmërinë e zorrëve duke shkaktuar kështu potencialisht diarre ose dhimbje barku, duke prishur më tej ekuilibrin delikat të sistemit tretës, ndërhyrë në përthithjen e lëndëve ushqyese. Kafeja përmban përbërës të njohur si tanina, të cilat mund të ndërhyjnë në përthithjen e disa lëndëve ushqyese duke përfshirë hekurin dhe kalciumin. Konsumimi i kafes me stomakun bosh mundet që të pengojë aftësinë e trupit për të absorbuar këtë lëndë ushqyese thelbësore, duke çuar në mangësi me kalimin e kohës, shpjegon doktoresha.
Kjo është veçanërisht shqetësuese për individët të cilët mbështeten në një dietë të pasur me lëndë ushqyese për një shëndet optimal. Rrit përgjigjen ndaj stresit. Kafeina stimulon lirimin e kortizolit dhe gjithashtu i quajtur shpesh si hormoni i stresit nga gjëndrat mbiveshkore, ndërsa kortizoli luan një rol vendimtar në reagimin luftarak të trupit. Nivelet e ngritura munden që të kenë efekte të dëmshme për shëndetin. Mund të shkaktoj funksion të dobët imunitar, shtim në peshë dhe çrregullime të humorit. Pirja e kafes me stomakun bosh mundet që të kontribojë në një përgjigje të egzageruar ndaj stresit, duke përkeqësuar potencialisht problemet e lidhura me stresin. Luhatjet e sheqerit në gjak. Kafeina mund të ndikojë në ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe metabolizmin e glukozës, duke çuar në luhatje të niveleve të sheqerit në gjak. Kur konsumohet me stomak bosh, kafeja mund të shkaktojë një rritje të shpejtë të sheqerit në gjak e ndjekur nga një përplasje e mëvonshme. Kjo mund t'i lërë individët të ndihen të lodhur, të irrituar dhe të dëshirojnë më shumë sheqer ose kafeinë për të lehtësuar simptomat. Me kalimin e kohës, këto luhatje mund të kontribojnë në rezistencën ndaj insulinës dhe një rrezik në rritje të zhvillimit të diabetit të tipit 2. Dehidratim. Kafeina është një diuretik që do të thotë se nxit prodhimin e urinës dhe mund të çojë në rritjen e humbjes së lëngjeve nga trupi. Kur konsumohet me stomak bosh, kafeja mund të përkeqësojë dehidratimin, veçanërisht nëse marrja e mjaftueshme e lëngjeve nuk mbahet gjatë gjithë ditës. Dehidratimi mundet që të shkaktojë simptoma të tilla si dhimbje koke, marramendje dhe lodhje, duke ndikuar më tej në shëndetin dhe mirëqenien e përgjithshme. Të zgjoheni në mëngjes dhe të rrëmbeni me shpejtësi kafen tuaj të preferuar nuk është zgjidhja më e mirë. Një grup studiuesish nga Universiteti zbuluan se llumi i kafes ka efekte pozitive në shëndet, por në fakt duket se kafja me të cilën e nis ditën një pjesë e mirë e njerëzve me stomakun bosh mund të mos jetë mënyra më e mirë për ta bërë. Në fakt, mjekët besojnë se koha më e mirë për të shijuar kafen është mëngjesi i vonë, midis orës 9:30 dhe 11:30 paradite. Ju mund të ndiheni më të fjetur. Kafeja është një pije zgjimi për shumë prej nesh, por pirja e saj sapo të dilni nga shtrati mundet që të ketë efektin e kundërt. Kafeina dyfishon nivelet e hormoneve të stresit dhe mund të çojë në probleme me gjumin, gjë që rezulton në lodhje. Nëse e filloni ditën tuaj me një filxhan cappuccino me sheqer, mund të ndiheni përsëri të përgjumur pas një periudhe të shkurtër kohe. Kjo ndodh sepse trupi ynë prodhon insulinë për të kompensuar gjithashtu sheqerin, duke bërë që nivelet e glukozës në gjak të bien, gjë e cila rezulton në mungesë energjie dhe ankthi. Trupi juaj mund të humbas mineralet më shpejt. Pirja e dozës tuaj të rregullt të kafes herët në mëngjes mund të bëjë që të humbisni shumë vitamina dhe minerale. Mund të sabotojë thithjen e hekurit, magnezit dhe vitaminave B, të cilat janë jetike për sistemin tonë nervor. Shumë kafeinë gjithashtu mund të nxjerrë kalcium nga kockat tuaja, duke i bërë ato të dobta. Mund të krijojë probleme me stomakun. Kafeja aktivizon sistemin nervor, i cili nga ana tjetër ndikon në zorrën e trashë dhe mund të shkaktojë diarre. Shumë njerëz gjithashtu pëlqejnë të shtojnë qumësht ose krem në filxhanin e tyre të mëngjesit dhe përrjedhoj shumica prej nesh kanë vështirësi në tretjen e laktozës dhe kjo mundet të shkaktojë shqetësime në stomak. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu
të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.